Plejkët e moqën porosisnin gjithmonë, mos u tremp nga arma në dorën e trimit, por uju nga arma në dorën e budallajt, se budallajt vret në Afrika. Trimi nuk shan, trimi nuk bzan. Trimi nuk e man hundën për pjetë, trimi man ballin për pjetë, dhe ecën, trimi vepron, nuk flet. Të moqmit thoshin që kur kalon për para hasmit, duhet kesh veshur këpucët e mira, kur kalon për para mikut, duhet kesh veshur qaketën e mirë, sepse mikut shikon drejt në syt, kurse hasmit i man syt në mërdhej dhe të shikon në kemët. Prandaj, gjithmon shmangja nga budallejt, sepse të moqmit thoshin më mirë një hasëm trim, sepse sa një mik budalla. Po do thoni ju, mitë e mi bësha mo po ti, nga i gjete këto, nga i di këto, po, ca me të lexuar, ca me të dëgjuar, edhe ca me të nënkuptuar. Për shembull, keni parë ju miqtë e mi në për kryeqytetet e Evropës, në Athinë, Rom, në Madrid, më the thash Bruxelles apo kudo, që ka buste të filozofëve të mëdhenj të lashtësisë. Buste. Tek bustet, skulptori organin seksuale ka bërë shumë të vogël. Tani si mendoni ju se ai skulptori që ka bërë organin seksual shumë të vogël nuk ka pasur material për ta bërë të madh? Jo. Ai e ka bërë me plan që t'jeti ndryshëm nga pjesa tjetër e shoqërisë. Sepse organi seksual shumë i madh është simboli budallajt. Edhe në jetën e përditshme, organin më të madh e ka gomari. Edhe është për të lemerisur sepse një pjesë mburren kush i ka koqet më të mëdha, po koqet më të mëdha gomari ka. Prandaj disa gjëra edhe duhen nënkuptuar. Ditën e mirë, miq.